Festa e madhe Kurban Bajrami, që besimtarët musliman kremtojnë sot, është një rast të veçantë. Ata përjetojnë rinovimin shpirtëror nëpërmjet agjërimit, të lutjes, kërkojnë mëshirën e Zotit, faljen e mëkatërve, edhe përjetojnë bashkimin mes tyre edhe me ata që janë në shtegtim në qytetin e shenjtë të Mekka. Prania ime në këtë rast këtu është një shenjë bashkimit. Edhe si komunitet katolik dëshirojmë të bashkohemi me të gjithë besimtarët muslimanë. Edhe ne kemi nevojë, të gjithë ne kemi nevojë një ripërtëritje në shpirtërore. Kemi nevojë edhe ne të kërkojmë mëshirën e Zotit e të ndihemi të bashkuar njëri me tjetrin, sepse vetëm nga një rinovim shpirtërore mund të lindë një rinovim edhe shoqërore, edhe kulturore. Kemi folur në xhami edhe për paqen. Shumë vende në botë kanë nevojë paqe sepse përjetojnë luftë. Vetëm nga një rinovim, një ripërtëritje shpirtërore, mund të jemi ndërtues të paqes atje ku jetojmë. Atëherë urimi Bajram e gëzuar të gjithëve. Për shëvjet gëzim, fesë për qytetin, fesë për gjithë besimtarët, rojmë Zotin që ditë dhe Bajrame më të bukura të kemi në qytetin tonë. Për shëvjet gëzimin dhe Zoti shpërblet gjithë besimtarët me paqe dhe dashuri. Gëzuar. Në këtë ditë e shetë e Kurban Bajramit, një urim të përzemërt për gjithë banorët e qarkut Shkodër, shërbeft kjo ditë për më shumë dashuri, harmoni e bashkëpunim midis njëri tjetrit, e kryesisht në mbështetjet njerëzve të pamujtën atyre që kanë më shumë nevojë për ndihmën tonë. Gëzuar edhe ju. Të urojnë këtë ditë të Kurban Bajramit, jo vetëm komunitetin musliman, por tanë qytetarë të Shkodrës së mbar vendit, për një ditë edhe një sezon plot begati, shëndet në familje, harmoni. Shkodra është kryeqendra edhe harmonisë fetare. Si kjo ditë e bukur sot, uroj që të shkojnë e gjithë pjesa pasuese. Gëzuar për shumë vjet Bajramin. Kemi rastin në nderin sot, të urojmë të gjithë besimtarët musliman, gëzuar Kurban Bajramin. Kjo festë e besimit, e krijuar, e bazuar me një sakrificë mbar gjithmonë edhe mesazhin e humanizmit, solidaritetit, ndihmës, dashurisë për të tjerët, sidomos ata që janë më në nevojë. E sot është dita të përsërisim fort këtë mesazh dashurie për njëri tjetrin, për paqe, për harmoni, për dashuri, shëndet e begati në familjen e çdo shqiptari kudo gjendet, në Shqipëri apo jashtë saj. Gëzuar. Jam i lumtur dhe i nderuar të ndaj sot nga Shkodra urimin për një Kurban Bajram të gëzuar dhe të bekuar për gjithë besimtarët musliman kudo ku janë. Në këtë ditë të shenjtë të Kurban Bajramit, patjetër që mendja dhe zemra joni rikthehet atyre vlerave që ndriçojnë dhe i japin kuptim jetës sonë, vlerave të besimit, të vlerave të sakrificës dhe devotshmërisë. Kjo festë nuk është thjesht një rit fetar apo një akt profetik, ajo është një herazi, një thirrje e Zotit për njeriun, një thirrje e Zotit për gjithë ne, për të reflektuar dhe për të vepruar, për të ndërtuar një shoqëri më të drejtë, më të dhemshur dhe më të mirë për gjithë ne. Në këto kohë kur padrejësia dhe themi abuzimi janë një plagë hapur në jetën e përditshme të çdo qytetari, Kurban Bajrami na kujton se fuqia jonë qëndron pikërisht në vlerat e besimit në Zot, në vlerat e besimit tek familja, në sakrificën për të bërë gjëra të mira të përbashkëta, por edhe në guximin për të mos heshtur dhe për të luftuar kundër skeqjes. Pra le të jetë kjo ditë një ditë drite me besim dhe shpresë, një ditë ku secili prej nesh e ndjen veten përgjegjshëm dhe aktiv për të rikthyer ato vlera, për të ndërtuar një Shqipëri siç ne e meritojmë, të mbështetur në ndershmërinë dhe në të vërtetat e saj të pathëna.
Prandaj dua ta përsëris urimin tim gëzuar këtë Kurban Bajram. Zoti i bekoft shkodranët, i bekoft shqiptarët dhe i udhëzoft në rrugën e tyre të lirisë, të dinjitetit dhe të shpresës. Sot është një ditë e veçantë. Besimtarët tonë shok miq festojnë festën e madhe të Kurban Bajramit. Në emrin të Partisë Socialdemokrate, në emrin të deputetëve të Partisë Socialdemokrate dhe veçanti në emrin të këshilltarëve të Partisë Socialdemokrate duhet të uroj të gjithë besimtarët musliman kudo që ndodhen gëzuar e përshumot Kurban Bajramin. Dua të uroj të gjithë besimtarët musliman kudo që oshin gëzuar dhe përshëndet festën e Kurban Bajramit. Qoftë kjo ditë një ditë reflektimit për gjithë secilin prej nesh. Marsi e të mira në secilin familje shkodrane dhe shqiptare. Gëzuar edhe një herë. Në emër të Këshillit Rajonal të Paqes Shkodër, i urojmë të gjithë besimtarëve musliman gëzuar dhe përshëndet Kurban Bajramin. Principet e kësaj feste, sakrifica, përkushtimi dhe solidariteti me njerëzit në nevojë le të shërbej si një këmban pozitiviteti dhe bashkëpunimi, qoftë për familje të shëndetshme dhe shoqëri të konsoliduar për të nesërmen. Gëzuar edhe një herë.